Kush ishte shkruesi i shpalljes hyjnore i të dërguarit të Allahut? Zeidi radiallahu anhu ishte një sahab që ja dedikoi jetën Kuranit, që e mbushi zemrën me dashurinë ndaj Kuranit dhe që e pastroi shpirtin me librin e Allahut. Ai ishte një i dashuruar pas Kuranit pjesnik i cili, kur zbrisin ajetet, i mësonte përmendësh, ndërkohë edhe i shkruante. Ai ishte shkruesi i shpalljes hyjnore që i vinte të dërguarit Allahut alayhis salam. Ishte një sahab i përkushtuar ndaj dijes dhe një rob i devotshëm që kreu shërbime të mëdha në mbledhjen e faqeve të Kuranit për t'i bërë libër dhe për ta shumuar atë. Zeidit radiallahu anhu, kur ishte 6 vjeç, i vdiq babai, kështu që mbeti jetim. Babai i tij Thabiti vdiq në një luftë që quhej Yawmul Buas, e cila ndodhi ndërmjet fiseve Efs dhe Hazarexh para hijretit. Prandaj Zeidi u rrit nga nëna e tij, Nevuar binti Maliku. Ai u nderua me Islamin në Medinë në moshën 11 vjeçare nëpërmjet Musab ibn Umerit radiallahu anhu. Pasi u bë musliman, filloi menjëherë të mësonte përmendesh ajetet e Kuranit fisnik që kishin zbritur deri atë kohë. Nga ana tjetër, ato që i mësonte përmendesh, u mësonte edhe fëmijëve të fisit Beni Najjar. Zeidi radiallahu anhu ishte i dashuruar pas Kuranit fisnik. Sa më shumë që lexonte, aq më shumë merrte kënaqësi. Leximi i tij ishte shumë influencues. Fjalët e Kuranit famlar të dilnin prej gojës së tij duke ndriçuar si yje. Para se i dërguari Allahut alayhis salam të bënte hijret në Medinë, Zeidi pati mësuar 17 sure. Në vitin e 2 të hijretit, deshi të merrte pjesë në luftën e Bedrit, Zeidi radiallahu anhu shkoi tek Resulullahu alayhis salam me një shpatë në dorë që ishte më e madhe se trupi i tij dhe i tha: "O i dërguari Allahut, jeta ime të qoftë fal, më jep leje të luftoj bashkë me ty." Pejgamberi ynë i nderuar u kënaq jashtë mase nga kjo sjellje e Zeidit radiallahu anhu. Pastaj buzëqeshi. Profeti i Zotit ia vuri dorën në shpatull duke i buzëqeshur dhe duke e parë plot dëmshuri e dashuri. Pastaj tha të kthehin në Medinë duke u shprehur se ishte i vogël në moshë. Zeidi ibn Thabiti radiallahu anhu u kthye i mërzitur, por mendjen e kishte ende atje. Ai dëshironte të qëndronte bashkë me të dërguarin e Allahut alayhis salam. Për këtë arsye po kërkonte mënyrat për t'u afruar atij. Zeidi radiallahu anhu ishte i zgjuar. Atë që e mësonte e mbante mend të mirë. Ai ja kushtoi veten dijes dhe Kuranit fisnik. Një ditë nëna e tij e çoi atë te Resulullahu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të dhe tha: "O i dërguari i Allahut, biri im Zeidi ka mësuar 17 sure prej Kuranit. Leximi i tij është i rregullt, edhe shkrimin e ka të mirë. Ai dëshiron të qëndrojë pranë jush." Pejgamberi ynë i nderuar i tha Zeidit radiallahu anhu që të lexonte. Kështu vuri re se fjalët e Kuranit fisnik dilnin në formë të rregullt prej gojës së tij. Leximi i Zeidit ishte ndikues. Ai lexonte duke bërë kujdes ndaj kuptimit të fjalëve. I dërguari Allahut alayhis salam u gëzua jashtëzakonisht shumë. Zeidi ibn Thabiti radiallahu anhu edhe shkrimin e kishte të bukur dhe të lexueshëm. Pejgamberi u gëzua në veçantë edhe për këtë. Ai ndjeu se Zeidi në të ardhmen mund të shërbente si shkrues i Kuranit. Prandaj u afrua dhe i tha: "Zeid, mësoj për mua shkrimin e hebrejve dhe gjuhën shifute e aramite." Zeidi u përgjigj: "Patjetër o i dërguari i Allahut." Zeidi radiallahu anhu e mësoi hebraishten dhe aramishten në një kohë të shkurtër. Pastaj filloi të shkruante marrëveshje të ndërmjet Resulullahut alayhis salam dhe hebrejve. Ai u bë përkthyesi të dërguarit të Allahut alayhis salam. Zeidi radiallahu anhu i përkthente letrat e mbretërve që dërgoheshin në Medinë. Kur i dërguari i Allahut alayhis salam vuri re se ai ishte i sinqert, i besueshëm, i kujdesshëm dhe i zgjuar, e bëri shkrues të shpalljes. Kur zbrisën ndonjë ajet i Kuranit fisnik, pejgamberi alayhis salam thoshte: "Shkruaj o Zeid." Edhe ai e shkruante menjëherë. Zeidi ibn Thabiti radiallahu anhu, i cili arriti këtë mundësi për të qenë bashkë me të dërguarin e Allahut alayhis salam në sajt të këtij shërbimi, ishte një njeri fatëlum që e dëgjonte Kuranin fisnik nga goja e Resulullahut alayhis salam. Mbi të gjitha ai mësonte suret duke i lidhur ato edhe me shkaqjet e zbritjes. Zeidi ishte fatëlum. Ai bëri specializim në lidhje me Kuranin fisnik. Në këtë mënyrë zgjeroi dijen dhe ndriçoi zemrën me dritën e udhëzimit. Në luftën e Bedrit dhe të Uhudit, nuk pati marrë pjesë për shkak se ishte i vogël në moshë, ndërsa në luftën e Hendekut shfaqi heroizma të mëdha. Ai fitoi lavdërimin e të dërguarit Allahut alayhis salam, i cili u shpreh: "Sa djalosh i mirë është ky." Kur flamuri Beni Najjarve u mor nga Umare dhe ju dha Zeidit në luftën e Tebukut, Umare tha: "O i dërguari Allahut, a keni dëgjuar ndonjë të keqe për mua?" Pejgamberi ynë i nderuar ju përgjigj: "Jo, por Kurani ka përparësi." Zeidi di Kuran më shumë se sa ti.
Pasi Resulullahu a.s. ndroi jetë, Zeid ibn Thabiti radiallahu anhu ishte udhërrëfyes për zgjidhjen e problemeve të muslimanëve. Kalifët konsultoheshin me të për çështjet që ishin të vështira për t'u zgjidhur, edhe populli e pyeste atë për çdo çështje dhe e merrte fetva prej tij. Veçanërisht, nuk ishte asnjë që t'i dinte më mirë se Zeidi radiallahu anhu dispozitat në lidhje me trashëgimin. Ai kishte dije të plotë në lidhje me dijen e farzeve. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: Zeid ibn Thabiti është ai që e njeh më mirë dijen e farzeve në umetin tim. Për këtë arsye, kur Zeidi radiallahu anhu shkonte në xhami, ata që kishin probleme shkonin dhe i zgjidhin ato duke e pyetur për çështjet e tyre. Në periudhën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, patën rëndëshmor 70 hafiz përgjatë luftës së Yemames. Omeri radiallahu anhu shkoi te kalifi dhe i kërkoi që të mblidheshin fletët e Kuranit fisnik dhe të bëheshin libër. Ebu Bekri radiallahu anhu thiri Zeid ibn Thabitin radiallahu anhu për këtë punë dhe ngarkoi atë me detyrë duke i thënë: O Zeid, ti je i ri dhe i zgjuar. Deri më tani nuk e bën ndonjë gjë për të akuzuar apo për të dënuar. Përveç të tjerash, ke qenë shkruesi i shpalljes së të dërguarit Allahut alayhis salam. Andaj mblidhi faqet e Kuranit fisnik që janë të shpërndara dhe bëj libër. Zeid ibn Thabiti radiallahu anhu formoi menjëherë një komision prej hafizëve. Ai mblodhi ajetet fisnike me një përpikmëri të madhe dhe i bëri libër. Edhe në periudhën e Uthmanit radiallahu anhu, Kurani fisnik që ishte një libër i vetëm, u shtua në 6 kopje përsëri nën kryesinë e Zeidit radiallahu anhu. Mbi të gjitha, edhe nderin për mbledhjen e çështjeve më delikate të jurisprudencës islame siç janë trashëgimia dhe testamenti. Edhe në kohën e sahabëve, Zeidi radiallahu anhu ishte kadiu, gjykatësi i Medinës. Ai ishte krye imam në dijen e farzeve, leximit të Kuranit dhe tefsirit. Ky besimtar i ditur që dha një kontribut kaq të madh për librin tonë të shenjtë, Kuranin fisnik, ishte shumë modest në jetën e tij private. Një ditë, deti i dijes, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu e pa Zeid ibn Thabitin radiallahu anhu tek po hipte në kafshën e tij. Ai vrapoi menjëherë dhe i mbajti kapistrën dhe i zengjit. Zeidi u ndjei i turpëruar, andaj deshi ta ndalonte duke i thënë: Ti je biri xhaxhait të dërguarit Allahut. Por Ibn Abbas radiallahu anhu i tha: Ne kështu jemi urdhëruar që të sidhemi kundrejt dietarëve tanë. Zeidi radiallahu anhu me këtë rast gjeti mundësinë dhe ja puthi dorën Ibn Abbasit radiallahu anhu, pastaj i tha: Edhe ne kështu jemi urdhëruar të sidhemi kundrejt familjes së të dërguarit Allahut alayhis salam. Sa shembull i shkëlqyer që është për ne dashuria, respekti, mëshira, butësia dhe modestia reciproke e këtyre dy burrave të mëdhenj që ishin si deti i dijes. Dija është shkalla më e lartë, por kjo lartësi është në raport me modestinë që ka njeriu. Ignoranca është problemi më i madh. Njerëzimi mund të lartësohet vetëm me dije, edukatë dhe Kuran. Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Zoti i gjithësisë na bëft të dashuruar pas Kuranit fisnik si Zeid ibn Thabiti radiallahu anhu. Allahu na e mundësoft që të bëjmë një jetë sipas rrugës që na ka treguar Kurani familjart. Zoti i madhëruar na bashkoftë në xhenet me këtë sahab të dashuruar pas Kuranit fisnik, i cili ndroi jetë në Medinë në vitin 665. Amin.